Një banesë është përfshirë totalisht nga flakët në orët e vona të pasdites të së mërkurës. Ngjarja ka ndodhur në lagjen 1 Maj të qytetit të Vlorës në një blok banimi ku shumë pranë gjendeshin dhe banesa të tjera, por edhe një si biznesi. Nga informacionet, rezulton se vatra e zjarit ka ardhur si rrjedhoj e një sobe e cila është lëndezur nga kryefamiljarja e moshuara e cila jetonte në këtë banesë. E moshuara sipas informacioneve kishte lënë sobën ndezur që më pas ka sjell edhe përhapjen e zjarit, por edhe dëme të shumta materiale. Kanë qenë banorët e zonës, të cilët kanë lajmëruar forcat e zjarfikses, por edhe policin, duke shkuar me njerë forcat e zjarfikses në vendngjarje, por pa mundur që të shmangi dëmet, për shkak se flakët janë përhapur me shpejtësi brenda pak minutash. Për fat të mirë, si rrjedhoi e kësaj ngjarje, nuk ka pasur persona të lënduar, kurse shkaku cilësohet aksidental. Edhe e moshuara, e cila jetonte në banesë me të vërejtur flakët, ka dalë jashtë saj për t'i shpëtuar zjarit, por edhe lëndimeve që mund të shkaktoheshin prej tij. Gjithashtu, pas ngjarjes, është marrë edhe dëshmia të moshuarës për të mësuar më tepër për dinamikën, por edhe arsyet pse ka ndodhur kjo ngjarje. Policia e Vlorës ka nisur të mbledh edhe provat në vendin e ngjarjes për të zbardhur totalisht rastin, i cili tashmë konsiderohet aksidental, por në bazë të provave do të ketë një verdikt zyrtar për këtë ngjarje. Vlen të theksohet se në qytetin e Vlorës raste të tilla janë të tepërta përgjatë gjithë vitit, për shkak edhe të pajisjeve elektrike si sobat, të cilat janë shkaktari kryesor i zjarreve në banesë, pa lënë këtu të mënjanohet as rastet në banesë të shkaktuara si rrjedhoje bombulave të gazit, të cilat sjellin më pas djegje totale të banesave dhe si rrjedhoi dëme të shumta materiale, por nuk përjashtohen as rastet të cilat kanë shkaktuar përgjatë vitit edhe persona të lënduar si edhe viktima.